që nuk mund dalë interpelancë, i shpëtoj interpelancës, po përfundoj më keq, por kam një interpelancë me kryeministrin, zoti kryetar. Tani, unë e kuptoj që ju kërkoni të shmangni llogaridhënien, por nuk i shpëtoni dot, ka ndryshuar gjithçka, ju nuk e kuptoni. Ju mendonit se kur u arrestua Erion Veliaj, ishte një çështje që kishte bënte me Erion Veliajin. Tani që u more pandehur Balluku, është një çështje që ka të bëjë me Ballukun. Tani po kanë shkuar te Mirlinda Kërçanaj e Akshit. Vërtet vazhdoni mendoni se kemi të bëjmë me çështje të përveçme të disa individëve? Ka ndryshuar, ky është një ndryshim thelbësor. Nuk kam më, duhet të jepni llogari. Duhet të jepni llogari dhe nuk keni çati bëni drejtësisë, nuk keni çati bëni spakut, sepse kanë mbrojtjen e ndërkombëtarëve dhe në fakt edhe këto sulmet qesharake që bëni për ditë, Rama çdo ditë kërcënon gjykatën kushtetuese me brot shkulla të llojit. Keni marrë të pandehur, keni pezulluar ministren Balluku dhe shqiptarët nuk udhtojnë dot në Kanada. Tani kemi dëgjuar ka filluar Ministri i Drejtësisë me postime që thot ndarja e pushteteve. Kujtohet për një takim që ka bërë me Ministrin e Drejtësisë italiane të para 2 javë dhe na tregon që dhe ai ishte shqetësuar. Apo jo, ministër, ishte shqetësuar ministri italian për ndarjen e pushteteve në Itali apo për korrupsionin, zoti ministër? Del Taulan Balla dhe thot, pyesni ChatGPT-n, thot. S'ka ndodhur ndonjëherë, po unë prap thot Taulan Balla, nuk flas keq për gjykatësit dhe për prokurorët, si janë ban Taulantit, se ka frikë se përfundon si gjithë të tjerët. Tani, nuk e shmangni dot daljen para drejtësisë, e keni të kotë. Ky është një ndryshim historik. Kështu që ndajni mendjen, dilni çdo ditë siç po ndodh, bashkëpunoni me drejtësinë, sepse ju ka ardhur fundi. Atëherë, zoti Shejaj, jeni të sigurt që kërkesat më në interpelancë shqyrtohen me shumë seriozitet. Unë nuk kam refuzuar, të lutem. Nuk kam refuzuar asnjë prej 2 interpelancave tuaja. Një interpelancë ishte me zëvendës kryeministren Balluku, ishte planifikuar, nuk zhvillohet dot për arsye që dihen. Interpelanca e kërkuar me kryeministrin lidhur me ndërtimet pa lej, prishjet e tjera, është planifikuar, po planifikohet për datën 11 dhjetor. Zoti Balla, replik. E dëgjoj shpesh këtë deputetin që për të bërë interesant për rrjetin e tij social, bërtet dhe kujton se është interesant edhe kur ja fut kot. Ti, kur të përmendish emrin tim, laj gojën, po bëje gargarën me ujë të kripur Vlore, se po u pendua Lulbasha, do të tregoj se sa para i ke dhënë për të marrë mandatin 2017. Kaqti. Dakord? Kujdes se mos të bën të penduarin Luli. Faleminderit. Pushteti vendor. Kështu që vendimarrja e drejtuesve të fondacionit, e cila ndërlidhet edhe me një shkurtim të fondeve që Qeveria Federale Gjermane jep, nuk ka të bëj as pak fare me të gjitha të prua psiqik që dëgjuam nga një folës pararendës se fondacioni po ikën se e ka përzën Shqipëria. Unë mendoj që secili prej nesh mban përgjegjësi për ato që nxjerr nga goja
dhe kur mosha ecën, ndoshta nuk mban përgjegjësi për të tjera, po jo për ato që nxjerr nga goja. Dhe t'ju them të drejtën, unë mirë kuptoj këdo koleg në opozitë që gjen gjithçka për të kritikuar qeverinë. Është e pranueshme. Por të vish dhe thuash këtu që Fondacioni Hans Seidel po ikën se nuk i pëlqen Shqipëria për shkak qeverisë që ka, dhe pastaj të vish dhe thuash që edhe Konrad Adenauer, tha deputeti i referuar fondacionit. Po mirë, këtu ku e kemi fajin ne, se Fondacioni Konrad Adenauer punon me ju, me Partinë Demokratike. Do të thënë, o është mërzitur Fondacioni Konrad Adenauer me partinë tuaj, se ne s'kemi në i faj këtu. Ç'pun kemi ne me këtë pjesë? Do të thënë, o është mërzit se shkretët harxho pa fund me ju dhe ju s'bëheni, por të vishet thua ashtu në parlament se po ikën Fondacioni Konrad Adenauer, ndërkohë që Fondacioni Friedrich Ebert i Socialdemokratëve Gjerman vazhdon të jetë prezent, madje zyrën rajonale e kanë Tiranë, dhe mendoj që pas 30 e kusur vitesh nga 92-shi, do të vijë një moment që këto fondacione nuk do t'i kenë më zyrën Tiranë pas 2030. Sepse rifokusohen, rialokohen në vende ku ka më shumë nevojë sot për çështjet për cilat ato kanë ardhur. Prandaj, misisht, të kesh qenë edhe ministër i jashtëm në kohën kur afërsisht jo fiks kur ka ardhur Fondacioni Hans Seidel, sepse ka qenë Alfred Sereqi në 92-shin, por zotria që bëri gjitha të prua psiqik këtu, e për cilin për shkak të moshës edhe të njohjes gjithmonë kam respekt, besoj që kërkohet një ndjesë. E tjetra, sepse besoj quhet e zauruar kjo pjesë, pa harruar nivelin më të mirë historik të marrëdhënieve që sot Shqipëria ka me Gjermaninë. E vërteta është që kancelarët historike të 8 korrikut 2015 të kancelares Merkel në Tiranë, dhe për të vijuar më pas edhe me një mik të vyer si kancelari Olaf Scholz, edhe së fundmi sapo ishte emëruar në detyrën e kancelarit gjerman, një mik tjetër i vyer i Shqipërisë, siç është Friedrich Merz. Dhe pa harruar këtu edhe kryeministrin e Bavarisë, udhëheqësin e CSU-s Markus Söder. Kështu që të thëna të gjitha këto, zoti Tritan Sheu me që i ngritë gjithë të shqetësime, sot Shqipëria dhe Gjermania kanë nivelin më të lartë të marrëdhënieve bilaterale, si kur më parë, na takon ne si Kuvendi i Shqipërisë në legislaturën e re të rivendosim dhe të vazhdojmë kuadrin e mirë të marrëdhënieve ndërparlamentare në të gjitha nivelet, sapo të sjellë dhe grupi parlamentar i Partisë Demokratike emrat e grupit miqësisë, jo vetëm te grupi miqësisë me Republikën Federale Gjermane, po edhe në grupet e tjera, të konstituojmë grupet e miqësisë në mënyrë që edhe në këtë aspekt Bundestagu e ka një grup miqësie me vendet e Ballkanit Perëndimor, dhe ndërkohë që të gjitha komisionet tona me komitetet parlamentare të Bundestagut të fillojnë shkëmbimet. Ky është realiteti. Gjermania mbetet partneri ynë kryesor
brenda vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, por është vendi i parë sa i përket financimeve të drejtë për drejta. Unë di të paktën nga të dhënat e fundit që është mbi 1.2 miliard euro, po shkon 1.3 në fakt, me projektet e fundit që do kalojmë shkon përtej, financime direkte të Republikës Federale Gjermane, dhe ndërkohë ajo që ka ndodhur në vitet e fundit, për shkak të angazhimit personal të kryeministrit Rama, ne kemi një raport shumë të ngushtë edhe në nivel marrëdhënies të Shqipërisë me lande. Dhe jo vetëm me landin e Bavarisë, ku kontaktet e shpeshta, vizitat e shpeshta bilaterale, qoftë të kryeministit Söder në Tiranë apo të kryeministit Rama në Bavari, por dhe me landet e tjera, dhe ajo që i kërkoj qeverisë, sikurse edhe ne si parlament duhet ta shohim, është që të fokusohemi sa më shumë në marrëdhëniet me qeverisë shqiptare dhe qeverive të landeve. Janë plot lande të cilat kanë një rëndësi të madhe edhe në planin ekonomik, ku qeveria duhet fokusohet. I referohem tu landit të North Rhine-Westfalias, landi më i madh për shkak të numrit të popullsisë, me cilët kemi vendosur fusha bashkëpunimi edhe në nivel kryeministri. Unë kam vizituar si ministri i brendshëm landin e North Rhine-Westfalias, me landin e Esenit dhe me plot landet e tjera, edhe Rheinland-Pfalz apo landet të tjera, ku jeton dhe i komunitet shumë i madh shqiptarësh. Vlerësoj se janë mbi 250.000 bashkëdhetar të cilët jetojnë sot në Gjermani, që gjej rastin ti përshëndes, edhe ti falenderoj edhe për votën e tyre dhe për mbështetjen e tyre historike në zgjedhjet e 11 maj.